financimet europiane, që nga financimet e brendshme, bën të pamundur aksesin në gjitha ato instrumenta, pa cilat sigurisht që bëhet shumë vështirë për ta mbajtur në këmbë sipërmarrjen. Kështu që besoj që qoftë edhe fakti që nga një diskutim i tillë ne mund të dalim me një vendim dhe t'i kërkojmë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës që në bashkëpunim, ose më saktë t'i kërkojmë bashkive që në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të bëjnë legalizimin e menjëhershëm të gjitha strukturave prodhuese në hapësirat rurale të vendit, ja vlente ky diskutim. Kështu që duhet ta marrim më një herë përsipër dhe duhet t'ja u përcjellim të gjitha strukturave të qeverisë vendore, domosdoshmërinë që brenda muajit gusht të përcjellin në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të gjitha procedurat e legalizimeve, sepse tani kanë marrë një kompetencë strukturat e qeverisë vendore për të kryer procesin përgatitor të legalizimeve. Dhe nuk besoj se fermerët duhet presin akoma për të legalizuar strukturat e tyre prodhuese, që nga stallat deri tek strukturat e përpunimit dhe kështu me radhë. Nga kjo deri tek gjërat më me si thosh më të përgjithshme, janë shumë nga cilat them se ne mund të dalim me një qasje të re. Por duhet të theksoj që është e domosdoshme që ndryshoj qasja e qeverisë, që ndryshoj qasja e ministrisë, që ndryshoj qasja e pushtetit vendor, që ndryshoj qasja e agjencive, që të janë shumë proaktive në këtë proces. Jo thjesht dhe vetëm pritse, dhe jo thjesht dhe vetëm t'ju lexojnë fermerëve, t'ju lexojnë sipërmarrësve në bujqësi ligjin dhe t'ju lexojnë rregullat dhe t'ju thonë ik se nuk i ke plotësuar si duhet dhe hajde se këtu jemi kur t'i plotësosh, por t'janë aktiv, t'i nxisin, t'i hapin rrugën e bashkëpunimit dhe kështu me radhë që do ta strukturojmë në një mënyrë të caktuar, duke nxitur edhe duke i ngarkuar detyrimet caktuara pushtetit vendor. Një tjetër element shumë i qartë për të kaluar te një gjë më e madhe është që duhet të njësojmë TVSH-n, është shumë e qartë kjo gjë dhe faktikisht është diçka që Ministri i Financave e ka përgatitur tani më, por nga ana tjetër për të ardhur tek financimi sipas njësive të prodhimit, kjo është diçka që e kemi thënë shpesh, e kemi përsëritur her pas here në kohë, por nuk e kemi bërë dhe tani duhet ta bëjmë. Ashtu si kundër duhet të angazhojmë me një herë strukturat e tatimeve që të kryen një proces paraprak sensibilizimi përpara se sa të ndërhyjnë me sekuestro të gjithë qumshit të pafaturuar dhe të gjitha ushqimeve të pafaturuar. Nuk mund lejohet më që t'ju shiten konsumatorëve tanë prodhime ushqimore të pafaturuar. Qumë është i pafaturuar apo ushqime të tjera të freskëta të pafaturuara që mund të jenë të rrezikshme dhe mund të sjellin pasoja katastrofike për shëndetjen e njerëzve. Dhe këtë gjë duhet ta kryej me përparësi Ministria e Financave
me strukturat e trajtimeve, të cilat duhet fillojnë menjëherë një proces sensibilizimi, t'ju thonë të gjithë bizneseve të vogla që jemi në kushtet e një keqkuptimi, ju kemi dhënë të gjithë mundësinë që të rriteni duke mos paguar asnjë taks, me zero taks, por ju kemi kërkuar që t'jeni siç qeveria është bërë aleatja juaj strategjike në këtë drejtim dhe do të qëndrojë e tillë me zero taks deri në 2029, ju duhet jeni aleat të qeverisë dhe të shtetit për të garantuar që informaliteti nuk shkon deri në prekjen e shëndetit njerëzve. Dhe pas një periudhe jo të gjatë, 2 javore, sensibilizimi duhet filloj sekuestrimi i të gjitha mallrave ushqimore, duke filluar nga ushqimet e freskëta që janë pa faturë. Dhe në të njëjtën kohë duhet menjëherë të pezullohet veprimtaria e AKU-s. AKU-ja duhet ndaluar me urgjencë që të vazhdoj të veproj, sepse më shumë se sa mirë bën dëm. Duhet pezulluar AKU-ja, duhet ngrit një komision i posaçëm për të marrë në analizë të gjitha burimet njerëzore të AKU-s dhe procesi i bashkimit atyre inspektoriateve të ndryshme që është vendosur tani më me ligj, duhet kaloj nga një proces i seleksionimit të burimeve njerëzore që do të merren me inspektime. Dhe këtu në komision duhet jetë pjesë, duhet ftohet që të jetë pjesë Universiteti Bujqësor i Tiranës për të bërë një vlerësim serios të burimeve njerëzore të AKU-s. AKU-ja është shqetësimi më i madh në vend se të jetë partneri më i rëndësishëm, është shqetësimi më i madh i gjithë supermarketëve që janë në sektorin e bujqësisë, por është shqetësim edhe për gjithë restorantet dhe për gjithë kafenet e për gjithë pikat e tregtimit, sepse thash edhe herë, më shumë se sa bën mirë bën dëm. Dhe nuk është problemi që unë thash që duhet të ketë planet miratuara, se këtë e kemi thënë me kohë, po kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh dhe natyrisht kjo është përgjegjësia e Ministrisë së Bujqësisë, pastaj por kjo është temë tjetër. Kështu ja AKU-ja, ministri duhet nxjerrë urdhri i pezullimit të veprimtarisë së AKU-s. Totalisht. Nuk duhet më të dalin dhe të shkojnë gjykim. Tjetra është biseda që u zhvillua lidhur me çështjen e mishit, edhe me problematikën e mishit importit dhe me problematikën e blegtorëve. Tani, ne kemi disa shembuj, nuk kemi një, por me që e solli dhe Ariani me drejtu si shembull, po si edhe unë, ne na duhet të nxisim fort dhe ta bëjmë të gjë krijimin e pikave të reja të kultivimit të imtave në natyrë. Dhe stani i Çajupit është një shembull spektakolar, jo thjesht për blegtorinë, por dhe për turizmin. Dhe koncepti i integruar i stanit Çajupit, kombinuar blegtoria me turizmin, është një koncept fitues. Kemi diskutuar për të dalë me një program të posaçëm për të mbështetur krijimin e staneve dhe të fermave në natyrë, në fush, siç pash ka gatishmëri. Në Korçë kemi dy sipërmarrje të dalluara, po them, në përpunimin e mishit. Kanë të gjithë të drejtën që të jenë të shqetësuar nga njëra anë për sa i përket konkurrencës që bëhet si rezultat i pamundësisë për të ndarë importin e mishit për shitje nga importi i mishit për
në produktet e tij dhe duhet të adresojmë këtë çështje.